Habit mjeku, përzieni sot buke me krip dhe do shpëtoni nga ky hall. Nëse doni dhëmb të bardhë dhe të shëndetshëm, këto janë përfitimet të mëdha që sjell kripa dhe soda e bukës. Sipas mjekëve, kripa përmban kalcium, magnez, silikon, fosfor, sodium dhe hekur. Këto janë disa nga elementet dhe mineralet të cilat gjenden pikërisht në kripën e detit dhe ato forcojnë mishrat e dhëmbëve, mbrojnë kundër tartarës dhe erës së keqe të gojës. Madje ato mund t'ju zbardhin dhëmbët dhe me kalimin e kohës. Me përqindjen e lartë të jodit, kripa e detit ka veti antibakteriale dhe ndihmon në neutralizimin e acidit në gojë. Ajo që duhet të bëni është të lyeni furçën e dhëmbëve me pak krip dhe sodë buke dhe t'i fërkoni dhëmbët ashtu siç bëni zakonisht, por mos e teproni me sasinë dhe përdorimin e saj.